këtë takim të radhës së ciklit Nektar, do diskutojmë një çështje që mund ta themi duhet të ishte shumë e pranishme në ligjërimin ton publik, atë politik, atë social, sepse shoqëria shqiptare sot në përgjithësi, le ta themi që vuan një krizë morale. E thonë pothuajse të gjithë zërat publik. Zakonisht ne kemi atë smundjen që e konstatojmë, por nuk e themi ofertën, ose nuk kemi ofertë, nuk e japim recetën se si mund të rregullohet. Dhe kur themi krizë morali, nëse drejtojmë pyetjen se kush është morali ynë shoqëror identifikues, ne e kemi vështirë ta themi, ta cilësojmë një gjë të tillë. Po, ka një prej tyre që është bashkëjetesa fetare, që i dedikohet më tepër hapësirës së Shqipërisë. Dhe kjo është potencuar shumë kohët e fundit edhe nga zëra politik. Është diçka pozitive, është diçka reale, mund të ketë ndonjë teprim, mund të ketë ndonjë shtim, po themi nga pikpamja e patetike, megjithatë kjo është gjë reale. Dhe këtë po e përdor edhe politika si një pasaport, si një ambasador prezantues të vlerave të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Okej, nuk ka asnjë gjë të keqe dhe kjo është një gjë e mirë, sepse identifikon një virtyt, një moral shoqëror të caktuar. Por po e themi në hapësirat mbarshqiptare, tek kësaj, kush është morali ynë shoqëror, të cilët ne me krenari mund t'ua themi të tjerëve, dhe jo vetëm t'ua themi, por nëpërmjet tij ne të ndërtojmë vetveten tonë. Dhe këtë sfidë që kemi, këtë makth për atë që pse s'bëhet dot shqiptaria, t'japim një zgjidhje pikërisht nëpërmjet këtij morali, pra në kërkim të një morali dhe si duhet themeluar ky moral shoqëror. Unë jo më kot kam zgjedhur, ne kemi zgjedhur si stafi i emisionit që në këtë tematikë ta shtjellojmë nëpërmjet dy figurave fetare, klerikale, të besimit islam që vinë nga Maqedonia, më saktë nga Shkupi, është hoxha i njohur Bekir Alimi dhe sigurisht hoxha tjetër i njohur Bedri Lika. Sepse shoqëria në Shkup është një shoqëri e përbërë nga dy etnitete, nga etniteti shqiptar dhe nga etniteti maqedonas, që janë shumë pranë njëri tjetrit, të ndërthurur me njëri tjetrin, dhe ku më mirë mund të testohet se në këtë model shoqëror virtyti i një shoqërie të caktuar që i bëhet ofertë shoqërisë tjetër, i bëhet ndihmëtare shoqërisë tjetër dhe themelon një model shoqëror pozitiv, si në funksion të vetvetes, në kuptimin lokal, si më të përgjithshëm pastaj. Faleminderit që u kam në studio. U përpoqja të bëj një hyrje pak sa të gjatë për ta kuptuar më qartë edhe audienca se për çfarë duam të flasim. Sot është momenti për të thënë, okay, kush është morali ynë shoqëror? Ai virtyt që na dallon, dhe nëse nuk e kemi, si duhet themeluar, rithemeluar aty. Atë që ju falenderoj fillimisht për ftesën, lut të madhin Zot që ta bekon këtë emision dhe këtë angazhim dhe këtë aktivitet, të i dobishëm për ne që jemi pjesëmarrës dhe për gjithë ata që do ta përcjellin në ekranet televizive. Fillimisht kriza e moralit nuk është krizë e cila është e veçantë vetëm për popullin shqiptar. Zërat alarmuese për krizë moralit në Evropë datojnë domethënë dekada më herët. Edhe me vetë faktin se shumë zërat të intelektualëve të mirëfillt në kohën e fundit kanë ngritur zërin për treguar se kriza momentale edhe më e rrezikshme për ekzistimin e një shoqërie të organizuar në këtë formë moderne sikur janë të organizuar është kriza e moralit. Edhe nga kjo piknisje ne detyrimisht duhet të alarmojmë dhe të rishfaqim brengën tonë për këtë situatë e cila ditës domethënë edhe ai pak moral që ka mbetë domethënë tek disa individ, sidomos brezit të vjetër, me kalimin e kohës dhe vdekjen e tyre, ajo mo zhduket tërësisht. Dhe padyshim, me zhdukjen të gjitha vlerave morale, një shoqëri faktikisht kthehet, shpërbëhet shoqëria, sepse ajo që e mban bashkë një shoqëri i lidh ata mes vete me këto vlerat morale. Shumë thjesht, për shembull, nëse na nuk kemi besnikërin, pjesë përbërëse të marrëdhënieve tona, tani këtë rast ja këta ndatë që jemi këtu, ne s'mund të bashkëpunim në asnjë gjë. As në shitblerje, që është elementi i përditshëm, e mos flasim për projekte më të mëdha, por mos flasim për udhëheqjet e shtetit.
Andaj, shoqëria mbetet e lidhur jo nga aspekti i konceptit politik të shtetit, po mbahet e lidhur bashkë e mbështetur në aspektin e konceptit moral. Po, edhe një familje, nëse antarët e saj, bashortët, nuk kanë besim ke njëri tjetri. Përsëri e kthejmë besnikërinë, për shembull burri dhe gruaja. Ata në çfarë raporti ndërtojnë këtë lidhje që është lidhja më afërt? Për shembull, ata mund të jenë profesionistë shumë të mirë, mund të jenë njerëz të pasur në kuptimin, sigurisht, por nuk i mban kjo. Na kemi shembuj të shumë të njerëzve të suksesshëm profesionalisht. Mirë po të dështuar në ndërtimin e familjes. Na kemi sa njerëz të suksesshëm profesionisht të tyre, mirë po me familje të shthurura, të divorcuar, domethënë ku do të asnjëri nuk komunikon me tjetrin. Madje divorce me padi në gjykata, me procese do thotë të stërzgjatura nëpër gjykata. Kjo tregon se domthon ai mund të jetë i suksesshëm në profesionin e tij, mirë po nëse ai dështon në ndërtimin e familjes, ai automatikisht e pengon avansimin e shoqërisë dhe forcimin e lidhjeve shoqërore. Dhe zatën jo rastisht domethënë ndërtimi i shoqërisë, sikurse e përmenda më herët, ndërtohet mbi konceptin moral, edhe na të gjithë duhet të alarmojmë situatën kur fillojnë edhe këto vlerat morale të shpërbëhen edhe të treten edhe të zhduken. Në anën tjetër, domethënë, puna e gënjeshtës, puna e vjedhjes, puna do thotë tradhtisje që e përmendëm edhe shumë vlerave të tjera, ato e mbajnë domethënë një shoqëri të gjallë dhe nga kjo aspekt ne pastaj ata që i kanë këto vlera mund t'u ofrojnë të tjerëve. Sidomos ne si shqiptar që jetojmë në një ambient të përzier, domethënë me jo shqiptar, qoftë ajo në Maqedoni kene me Maqedon, po edhe në Kosovë ku kishte serb pak më shumë, apo shqiptarët në Preshev ku kanë edhe serb. Kjo është diskutuar dhe është thonë. Për shembull, na jetojmë me Maqedonas dhe ata vazhdimisht e përmendin për shembull ndershmërinë e shqiptarëve të kaluarën. Kur komshiu kujdesej për komshiun e tij Maqedonas si për shtëpinë e vet. Jo vetëm në aspektin material, për shembull që mos i vidhej diçka, po ja mbronte edhe nderin e familjes. A ka pas efekt besimi në atë kohë? Po sigurisht, padyshim domethënë. Se du t'i themi këto gjëra. Padyshim, problemi e këtu edhe qëndron sepse diçka duhet t'i ushqen këto vlera morale. Ato duhet të jenë të pranishme tek ne në mënyrë domethënë natyrale, mirë po duhet të ushqehen. Në momentin që ato ushqehen, do thotë ata pastaj e marrin forcën e vet dhe ato realizohen edhe momentet më sfiduese. Dhe më për këtë shkak, për shembull, që ti si komshi të mbrosh pasurinë e komshiut tan, pastaj të mbrosh edhe nderin e komshiut tan, kjo është diçka e veçantë, sepse sot tek njerëzit puna e nderit nuk ka ndonjë vlerë të theksuar. Madje ndoshta dikush e llogarit si aftësi të theksuar të tij që ai të mund të na përkam nderin e komshiut të vet. Që realisht, do thotë, unë e them këtë nga përvoja nga njerëzit që na e kanë thonë që kemi akoma në lagjet tona shqiptare në Shkup, familje maqedonase që kanë ngel dhe ata e theksojnë këtë gjë. Pastaj e theksojnë edhe elementin tjetër, për shembull puna e precizitetit në matjen kantar, në peshore, për shembull në pazar. Pazari ka qenë edhe është akoma një refleksion i shoqërisë. Një shoqëri e shëndosh, do të kuptosh se sa është e shëndosh në vlerat morale, edhe shkon në pazar. Nëse në pazar njerëzit domethënë janë korrekt, janë të kujdesshëm, vokabulari i tyre domethënë është i zgjedhur, nuk ka ofendime, nuk ka fjalë banale, ka respekt për gjininë femërore, ka përparësi për gjininë femërore. Në matje janë të drejtë, do thotë kur peshojnë nuk bëjnë hile, mallin që e shesin i tregojnë gjitha vlerat që i ka, e bëj klasifikimin e mallit sipas vlerave që ka dhe pastaj në atë formë. Kjo tregon se në atë shoqëri morali është i gjallë dhe ajo shoqëri mund të ketë një ardhmëri të mirë. Mirë po, nëse ndodhe kundërta, ku ata gënjejnë, paraqesin mallin ashtu si nuk është, kur masin në peshore vjedhin, domthonë zakonisht japin gramazh më të vogël se ajo që blihet, përzihet malli i keq me mallin e mirë, përdoren fjalë banale, ofendohet mushtariu blersi, nuk i jepet përparësi domosdoshmërisë femërore, ngushtohet rrugica në vend se zgjerohet për kalimtarët. Kjo tregon se ajo shoqëri domosdoshmë i mungojnë vlerat morale dhe për një kohë shumë të shpejtë edhe të shkurt, ajo shoqëri domosdoshmë do të përjeton një debakëll shumë të madh dhe normalisht do të jetë shumë e vështirë pastaj rimëkëmbja së shoqërisë, këndjellja së shoqërisë, sepse çdo sëmundje ka ilaç dhe ka afate të terapisë, ama sëmundja e moralit edhe domethënë Zoti mos e boft, vdekja morale është domethënë shumë vështirë riparueshme. Andaj një poet në Egjipt i cili ka thurë poezi të shumta
e thot në një varg të tij, innamal umamu akhlaqun ma baqiyat akhlaquhum baqiyu. Popujt janë moral. Përderisa kanë moral do të mbeten ato. Në momentin që u ik morali, ikin edhe ata si popull. Nuk mundet ngel histori. Andaj ne zakonisht edhe civilizimet e kaluar kur i studiojmë se në momentin kur ata kishin epërsi morale, ata kishin edhe epërsi sundimi. Në momentin kur ata u shtollën moralisht, normalisht e humbën edhe sundimin. Mos flasim për ne si shqiptarë që nuk sundojmë asgjë madje edhe vetë toka tona nuk i sundojmë. Dhe të dalim në një plan pak më të ngushtë që faktikisht është më i gjerë në planin fetar. Bedri, si i themelon, çfarë moralesh themelon Islami? Pra është një besim që themelon, oferton nga pikpamja morale, themelon morale. Si i themelon këto dhe çfarë moralesh të larta i dhuron shoqërisë? Fillimisht ju i përshëndes gjithë teleshikuesit, lu Zotin e Madh që ky emision të jetë i bereqetshëm dhe i begatshëm për neve, dhe gjithë ata që e përcjellin këtë emision. Padyshim se çështja e moralit është një bazament, një fundament i ndërtimit individual, familjar, shoqëror edhe ndërtimit të një shteti. Nëse flasim në aspektin fetar, nëse i referohemi Kur'anit dhe lexojmë nga fillimi deri në fund, e shohim se Allahu përmend veprimtarinë e pejgamberit alayhis salam dhe na tregon se si pejgamberi ka sakrifikuar në jetën e tij në aspektin e adhurimit, se si është fal pejgamberi alayhis salam, si e ka kryer haxhin e adhurime tjera. Mirë po për asnjë gjë nuk e lavdron Allahu pejgamberin alayhis salam. Këtu na jep një mesazh për të kuptuar një gjë shumë themelore, përderisa jemi duke debatuar çështjen e moralit. Allahu në Kur'an thot: "Wa innaka la ala khuluqin adhim." O Muhammed, o pejgamberi i Zotit, me të vërtetë ti ke një moral shumë të madh. Prandaj çështja e moralit është një mozaik i cili nuk ndërtohet vetëm me një vlerë, por janë shumë vlera me të cilat na e plotësojmë këtë mozaik edhe reflektojmë të tjerë. Prandaj e gjithë feja është moral. Prandaj edhe kur tregon pejgamberi alayhis salam se tregon për synimin e ardhjes së tij, thot: "Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Unë jam dërguar dhe jam ardhur që ta plotësoj mozaikën e moralit. Ju tregoj juve vlerat e moralit. Pejgamberi sa nuk ishte ai njeriu i cili na tregonte vlerat e moralit vetëm në aspektin teorik, por ishte një shembulltyr e gjallë. Ishte një shembulltyr e gjallë i cili reflektonte në aspektin praktik. Pejgamberi sa ishte moral kur fliste, reflektonte moral kur vepronte, reflektonte moral në gjitha vendet e kësaj bote. Prandaj nëse flasim për moralin, ka çka të flitet shumë për moralin, por unë do të përmendi vetëm një element, çështjen e drejtësisë, pasi është një çështje shumë e rëndësishme. Edhe për cilën shoqëria jonë vuan jashtëzakonisht, si nga aspekti i segmentit shtetëror, juridik, pra drejtësia, nivelet e drejtësisë edhe një drejtësisë, ashtu dhe në aspektin social. Po kjo është më e rëndësishme. Pra ne sot kemi gjyqtar, prokuror, që me një të rënë lapsit i fusim të korruptuarit, është krijuar dhe një princip i tillë gati i patundshëm që ato janë të korruptuar. Është deri diku i justifikueshëm, patjetër që mund të ketë dhe ndershëm, por që është evidente që kriza në sistemin e drejtësisë është krizë morale, ka sjellur jashtëzakonisht pasoja. Po. Duke filluar nga krijuesi, duke ditë se Zoti i lartëmadhruar ka shumë emra dhe ka shumë cilësi. Për emrave të Zotit është se Allahu është i drejtë. Dhe Allahu na zbriti një fe të drejtë që na të veprojmë drejt, karshi Allahun dhe karshi njerëzve. Prandaj drejtësia del nga besnikëria. Ashtu sikur se thotë edhe pejgamberi alayhis salam: "Aleikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr." Jeni besnik. Në rënd part jeni besnik me Allahun e lartëmadhruar. Jeni besnik në kryerjen e obligimeve. Mirë po, qëllimi i adhurimeve që i bëjmë karshi Allahut e lartëmadhruar është që ajo besnikëri të reflekton edhe në jetën private. Ajo besnikëri të reflekton në familjet tona, ajo besnikëri të reflekton në shoqërinë tonë, sepse nuk mund të lulëzon një familje, të jetë një familje e plot, komplet, një shoqëri me peshë dhe vlera, nëse nuk e ka bazament
drejtësi. Ashtu, nëse më lejoni të përmendi një thonje të një dietarit të vjetër, Hoxhë Ibn Taymija rahmetullahi alej, thot Allahu thot i jep sukses një pushtetari i cili është i drejtë edhe pse nuk është musliman. Domethënë i jep sukses në jetën e kësaj dhunje. Pse? Sepse Allah është i drejtë. Allahu nuk i bën padrejtësi askujt. Mirë, po Allahu nuk jep sukses edhe të mira të kësaj dhunjaje një pushtetari i cili është musliman por është i padrejtë. Prandaj kjo është ajo diferenca domethënë që na duhet. Pra ka potencuar drejtësim para besimit. Po, është. Domethënë ndonjëherë na mbulohemi me teshën e Islamit vetëm në disa aspekte të jetës, mirë po duke anashkaluar çështjen themelore dhe bazamentet e moralit, dhe kështu që ndonjëherë ndeshemi dhe habitemi edhe me vetveten. Vërtet, aspekti material është shumë i qëndësishëm në jetën tonë, aspekti ekonomik. Mirë po ne, kur e gjykojmë një lider udhëheqës, ashtu si që dhe ai, kur e gjykon vetën dhe flet mbi veten e tij, ky nocioni moralit nuk futet pothuajse fare, po fare në llogari. Pra ti nuk mund të gjesh një ligjërim, një këmbim, një dialogim, një ballafaqim ku vërtet fjala, aspekti i moralit të evidentohet dhe të vihet në krye të çështjeve të tjera. Për shembull, është i ngushtuar i gjithë ky lloj dialogu, është i ngushtuar këtë çështja e investimeve në aspektin politik, do shtrojmë këtë rrugë, do bëjmë këtë gjë, do ndërtojmë një fabrikë, do fusim njerëzit në punë. Okej, këto janë pjesë të ekzistencës dhe janë patjetër nevojshme. Por me që kemi parë dhe me që kemi hulumtuar, gjithë shoqëria shqiptare vuan pikërisht nga një lidhje morale, nga një segment, nga një fill moral që e përshkron të gjithë udhëheqjen, por edhe qasjen e popullit, sepse përgjithësitë janë dyashme, ka shi kësaj elite politike, ka shi kësaj mënyrë të menduarit të politik. Po, do thotë të puna e drejtësisë, pse është para besimit, sepse në raportet shoqërore, besimi është vertikal, raportet shoqërore janë horizontal. Andaj në horizontal drejtësia është domethënë esenciale. Besimi jot me Zotin ka të bëjë domethënë e ushqen drejtësinë tënde ose dobëson atë. Mirë po individi domethënë nuk fiton nga besimi yt, ti fiton nga besimi yt. Edhe është shpërblimin e ke nga Zoti. Andaj në raportet shoqërore, ndërtimin e shteteve dhe shoqërive domethënë drejtësia është element vendimtar. Në anën tjetër në ofertat politike, fatkeqësisht do thotë jo që nuk bëhet nuk krijohet hapësirë për të ofruar diçka morale. Madje e pa thënë, mirë po realisht edukun, kushtet elementare për qenë politikan i suksesshëm duhet të jesh i pamoralshëm. Realisht nëse ti futesh i moralshëm politik sot, fatkeqësisht, pse do donim të jetë ndryshe, mirë po realisht nuk është. Ti do të anashkalohesh nga rrethi, sepse ti nuk do të jesh i aftë të notosh në ato ujërat të pesta që notojnë ata njerëz. Morali do thotë edhe në ofertat materiale, morali do të ishte shumë i rëndësishëm edhe do të sillte benefitet shumëta edhe për elektoratin, për masën e gjerë, po edhe vetë për pushtetarët. Për shembull, në atë ofertën e asfaltit, kur të është vetë dia morale e ngritur, ajo nëse është sipas rregullave të jetë 10 cm, nuk do të ishte 5 cm, sepse ai 5 cm shkon dikon. E morali është ai që ja detyron, sepse masa e gjerë sot, për shkak se gjithë e kemi bërë kalkulime matematikore, si e thot elektorati, le të ndodhë që ka ndodhë, sepse na e dim se politikanët nuk i realizojnë premtimet e tyre, ande çka do që del për tyre është sukses. Unë them kjo është gabim. Nuk duhet t'i zbresim neve nivelin e pritshmërive tona. Përkundrazi, ne duhet t'i ngrisim ato. Nëse dëshirojmë ta zhvillojmë shtetin dhe shoqërinë ku jetojmë ne. Përndryshe nëse ne pas çdo cikli zgjedhor i ulim pritshmëritë tona, faktikisht neve do të vjen dita që ku të na shtojnë edhe me baltë rrugët e tona do të themi shqyr që më mirë me baltë se sa të ishte gjithë gulishte, për shembull. Edhe kjo është gabimi që është tek elektorati, pjesa e shoqërisë të popullata, cilët mjaftohen me minimum domethënë të premtuarve. Morali tek premtimdhënësi e bën kualitativ realizimin e premtimit të tij. Morali tek shoqëria që do të përfiton nga ky premtim e detyron atë i rim mbi kokë derisa ta realizon sipas premtimit të dhënë. Edhe në këtë rast fitojnë gjithë. Ai fiton mandat dytë, ky fiton jetë, domethënë më të mirë, më komode, me më të plotë. Andaj faktikisht kjo është ajo pratë edhe insiston Islami, sepse për shembull këtë rast pushtetarin s'mund ta gjykon populli, sepse realisht
çdo cikël zgjedhor është moment që populli duhet të gjykon pushtetarin. Mirë, realisht nuk ndodh, sepse populli me gjitha hallet e shumta që ka, fillon edhe i ndan hallet në nivele. Edhe nëse e kalon në nivel, thotë shqyqyr zotit që fituam diçka. Edhe i duhet ati 5 cikle ndoshta zgjedhore derisa ti përfundon të gjitha hallet e tij e pastaj fillon të flet për ndonjë benefit më të madh ose komoditet më të madh jetësor. Sepse realisht ne kemi viset tona shqiptare që jetojnë në minimumin e kushteve elementare të jetesës. Edhe për te nuk është ndoshta prioritare ajo që do të ishte për mua si qytetar për shembull i një metropole shqiptare. Mirë po, kur të është vetdia morale e ngritur tek pushtetari, në momentin kur nuk mund ta dënon populli për shkak interesave të veta që i ka, të cilat normalisht u mungon gjithashtu kriteri moral, atëherë vetdia morale do të ishte korrektori më i madh i atij pushtetari dhe nuk do ta lejonte atë që ai ta keq përdor pushtetin ose gjykasin këtë rast ta keq përdor gjykatën ose do thot prokurori ta keq përdor prokurorin dhe ata vazhdimisht dalin të pafajshëm ose njerëzit afër të tyre ose njerëzit domethënë që mund t'i kompromitonin ata në forma të ndryshme e ngelet popullata domethënë në gjendje të pazhvilluar dhe në gjendje të mjerueshme të jetës së tij. Kjo është në anën fetare, adhurimet islame të gjitha e kanë një synim. Synimi është ngritja morale. Për shembull, te na muslimanët më i njohur është namazi, që është i përditshëm dhe është 5 herë në ditë. Cili është qëllimi i namazit? Përveç që është obligim të cilin e kryjmë karshi Zotit dhe është mbajtje e lidhjes së gjallë me Zotin e gjithfuqishëm, qëllimi i dytë pasaj më njëherë është përmirësimi moral. Thotë Allahu i Madhërisht Kur'anin fisnik, me të vërtetë namazi ju ndalon juve nga veprat e liga dhe imorale. Pra efekti social që ka një ritual. Synim. Do ti 5 kohë namazit kur ti falësh, nuk mund të dalësh ti nga xhamia për shembull, ose nga namazi edhe të shkosh ti në pazar, edhe kur të matesh ti në peshore, mos japsh 1 gram, po të japsh ti 900 gram për shembull. S'mundet. Ai namazi yt domethënë nuk ta lejon një gjë të tillë. Ai namazi yt e ka synim të korrigjon, nëse ke qenë ti duhesh pas këtij namazit, pas 2-it, pas 5-it, pas 50-it, duhesh 1 gram, 1 gram ta japsh. Se përndryshe ai namazi yt nuk është i pranuar te Zoti. Se ka ardhur në një prej transmetimeve domethënë fetare, se një namaz i cili nuk largon nga punët e këqija dhe imorale, ai namaz nuk të afron te Zoti. Edhe nëse e fal namazin për të afruar te Zoti, atëherë detyrimisht duhesh t'i japësh rëndësi edhe korrigjimit moral. Agjërimi, muaj Ramazanit, muaj agjërimit. Synimi i agjërimit çka është? Normalisht është adhurim specifik i veçantë për Zotin, mirë po qëllimi çka është? Thot Muhamedi, lavdi dhe bekimi Allahu qoftë mbi të, nëse nuk largon agjërimi, domthonë nga gënjeshtra dhe dëshmia e rrënjshme, Allahu nuk ka nevojë që ti ta lësh ushimin dhe pijen. Do thotë çiko, gënjeshtra dhe dëshmia e rrënjshme. Sa njerëz kanë shku viktim e dëshmitarëve të rrënjshëm. Pa të pafajshëm, të rësisht. I ka policia, domethënë rastësisht, i ka apostrofu prokuroria rastësisht, edhe vjen një dëshmitar i rrënjshëm, dëshmon se po e kanë pa filonin, realisht nuk e ka pa, mbetet ai viktim i burgut shumë vjeçar. Edhe kemi raste në të shumta, ne kemi një rast për shembull në Maqedoni, 36 vjet ka qenë burg i pafajshëm. Për shkak një dëshmie të rrënjshme për dikujt. Do të shkojnë viktimi jetët njerëzish. Besimtari nuk guxon, sepse dëshmia e rrënjshme është për mëkate të mëdha. I dërguari i Zotit tha, aty dërgoi cilat mëkatet më të mëdha, tha idhujtaria, mos respektimi i prindërve, ishte i shtrirë e ul mirë tha dhe dëshmia e rrënjshme. As shumë e përsëriti dëshminë e rrënjshme, saqë thanë sahabët kishte hesht. Do thotë dëshmia e rrënjshme prish shoqërinë. E na shpesh herë jemi se dëshmi nuk është vetëm momenti kur ti je në gjyq, dëshmi është edhe momenti kur ti e votën, kur ti e promovon për shembull një opcion politik, edhe aty është dëshmi. Çka dëshmon ti me këtë votën tonë, me këtë qëndrimin tanë? Edhe kur shkon një shkrim në portale, edhe kur ti e marr një qëndrim, domethënë në emisione televizive, dëshmia jote është amanet që duhet ta japësh para Zotit dhe kemi dhënë llogari për të. Atë që e thua ti, a është e sinqert, a është e matur mirë, a është analizuar mirë, a promovon vlerë apo mos vallti me qëndrimin tanë për interesa të arsyeshme, domethënë jep dëshmi të rrënjshme. Andaj të gjitha adhurimet tjera, këtu fute edhe zeqatin, fute edhe haxhin, edhe ato e kanë qëllimin e edukimit moral. Andaj të haxhi për shembull, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush nuk e lën gënjeshtrën domethënë dhe mëkatet banale, kush nuk i lën fjalët banale dhe mëkatet,
Allahu nuk ka nevojë që ai, domthonë, nuk ka nga haxhi i tij asnjë sent. Qëllimi i haxhit është që përmirësimi moral, sepse sidomos te haxhi, ku është një komunikim masiv me shumë njerëz, edhe ka normalisht pak kënaqësi dhe ka për shembull momente të caktuara siklete, vështirësi, e njeriu mund t'i del nga goja një fjalë banale. Andaj thot Muhamedi sa men hajja wala yarfuth wala yafsuk, ai që e bën haxhin dhe nuk fol fjalë banale dhe nuk bën mëkate, kthehet nga haxhi i pasur nga mëkate si atë që ka lind nana. Do thot fjalë banale. Kesh paramendot kontroll edhe në gojen tonë, çka do të thuash, e mos flasim në veprimet tuaja që do të bësh. Sa ato janë edhe më të mëdha. Kjo është ai sistemi i vlerave morale që i ofron Islami dhe në mënyrë domethënë të pahetueshme e edukon besimtarin. Po ajo që e thatë ju në fillim, çka është alternativa? Alternativa është që nga mosha fëminore ne duhet t'i mësojmë fëmijët e tanë që ata mos gënjejnë. Mirë po, jo teoretikisht, po duhet t'i mësojmë praktikisht. Se e kotë është i thuash ti fëmijës mos gënje. E kur vjen dikush në shtëpinë tonë ose thot telefon, a është babi ose mami në shtëpi, thua nuk është aty. Andaj edukat nuk është ajo që i thua, edukat është ajo që ti ofron si model. Dhe gabimi më i madh në edukimin e brezave të ri është më kjo, se na mendojmë se edukimi është transmetimi i informatave teorike. Jo. Do thotë edukimi i brezave të ri ndodh me ofrimin e modelit të mirë. Edhe ne, kriza morale të ne pse është bëhe madhe sot, sepse ne fatkeqësisht nuk prodhojmë modele morale të para shoqërive tona. Nuk prodhojmë. Akoma nuk diu në një njeri të moralshëm mbi jetën e cili është bërë një dokumentar. Sepse zakonisht njerëzit e moralshëm nuk janë shumë pasur, nuk janë shumë të famshëm, nuk janë njerëz me ndikim, sepse nuk i do shoqëria, sepse ata do u aprishin planet tjerëve. Jo se nuk i do shoqëria, kushtimisht. Jo se nuk i do, por me që jam në sferën e komunikimit dhe kam i përvoj gati 2 dekada në media, unë e di se si funksionon. Unë e di se si funksionon dhe faktikisht është përgjësi dhe fajin e ka mediumet, pra mediat, ato që janë përcjellësit e realiteteve, që nuk e kanë edhe aton ndjeshmërinë morale në këtë aspekt. Pra, këto ekzistojnë, modelet e mira ekzistojnë, të ndeshmërisë janë kudo dhe në çdo sferë. Unë e them me përgjithësi që ka edhe në politikë jashtëzakonisht shumë, ka në administratën shtetërore, ka modele të shkëlqyera, edhe të menaxhimit, mirë po këto kur nuk gjen shprehje prezantuese në hapësirat mediatike ku njerëzit i shikojnë, sepse kjo është edhe një informacion i shëndetshëm, kur ti vërtet në gjërat që janë negative, i pasqyron, i raporton, por gjen një ekuilibër edhe në funksione, kur ke një kredo të shëndetshme për informacion të drejtë, reflekton dhe raporton edhe realitetet shumë pozitive të cilat janë të fshehura dhe të padeklaruara. Gjithsesi, ne edhe fetarisht besojmë se prania e njerëzve të mirë është ajo që e mban tokën. Përndryshe, po të shkatruheshin gjithë njerëzit, do shkatruhej edhe toka. Patjetër. Mirë, po ajo që doja ta them është se fatkeqësisht nuk i jepet hapësirë e mjaftueshme atyre që të dalin në shesh edhe të bëhen modele imponuese shoqërisë, sepse për shembull secili njeri do të ndikohet nga ajo që e shef. Nëse në mediat tona 24 orë brenda javës një herë nuk i jepet një emision për njëri të tillë, normalisht hapësira e ndikimit do të jetë shumë. Është vërtet. Ja mund të them një rast, është besimtar musliman, është një ish pushtetar në Shqipëri për shumë vite që kalon pasaj në privat, në aktivitet privat si inxhinier, edhe i afrohet një kompani, presidenti një kompanie shumë të madhe, edhe i thot që kam ardhur të takoj sepse të bëj një ofertë, të marrish ta menaxhosh ti kompaninë time. Thot sepse gjatë gjithë viteve që ti ishe në atë post, unë pash tek ty njeriu e drejtë, njeriu pa hile, njeriu me cilin unë isha i qetë në gjithë punët e mia që kishin të bëjnë me kompaninë, me interesat e mia si biznesmen. Dhe sot urdhëron merr kompaninë time dhe drejtohet ti. Për shembull, këtë fakt, këtë gjë, kjo gjë nuk duket, nuk gjen hapësirë në media për ta pasqyruar. Kjo është ajo. Mirë, dua të them këtë. A duhet të ketë muslimani vetëdijen, duhet ta ketë dhe këtë të theksuar, të mirë ndërtuar në vetvete, se ai është në këtë realitet edhe për të ofruar dhe për të themeluar
moralin e munguar shoqëror. Pra sa të fort du ta ketë këtë vetdije, sa du ta strukturon jetën e vetë, komunikimin e vetë, punën e vetë, me këtë vetdije të madhe që unë jam këtu me një mision shumë të madh. Sa të kem jetën që të themeloj, të lej gjurmët e një morali të munguar shoqëror. Po, është fakt se në si shqiptar, musliman, në kohën tonë gjendemi në një kaos, domethënë ku nuk kemi një model, për shembull në sferën politike, të shohim edhe pse ka mirë, po dominon ajo e keqja, e zeza, domethënë errësira, edhe në sferën e tregtarëve, në gjitha sferat e jetës. Nuk do me thonë që mungon mirë, po dominon ajo e zeza. Është fakt se Islami gjithmonë na porosit që të promovojmë moral në profesionet tona të ndryshme të jetës. Une, sa për ilustrim, do të përmendi një shembull të Omerit radiallahu anhu, kur ishte khalife i muslimanve, kur erë një delegacion për të vizitu Omerin radiallahu anhu, dhe u futën në Medine. Dhe pyetën për pallatin e Omerit, mirë po e drejtuan të një hije të një palme. Tha, aty zakonisht Omer radiallahu anhu qëndron. Dhe kur shkuan e pan Omer radiallahu anhu, nuk pa në rreth tij ndonjë sigurim apo truproje, apo thjesht ishte një modest, domethënë nga pamja e tij dhe nga qëndrimi i tij, mirë po qëndronte në një hije ashtu sikurse qëndron një udhëtar që ka nevojë për ndonjë hije të pemës. Edhe kur u zgju Omer radiallahu anhu, tha, a je ti halifi i muslimanëve, a je ti udhëheqësi dhe drejtuesi i muslimanëve? Tha, po, tha, unë jam. Tha, si e ke arrit që t'jesh i sigurt në këtë hije të palmës? Çka tha Omer radiallahu anhu? Tha, Omeri, tha, e kam arrit këtë me drejtësi. Domethënë është vlerë morale, domethënë që duhet domethënë të mbisundon në jetën tonë praktike. Prandaj besimi domethënë është një fe e cila rregullon lidhjen shpirtërore, morale mes neve dhe Zotit, por është edhe sistem që rregullon lidhjen tonë morale mes neve dhe njerëzve në aspektin praktik. Domethënë duke i shfaqur dhe duke i treguar ato vlerat morale. Prandaj rastësisht domethënë jetën e muslimanit Allahu e tregon në Kur'an se jeta e tij morale ndërlidhet me jetën e tij të ahiretit. Saqë thot pejgamberi alayhis salam, një njeri i cili ka fal namaz, një njeri i cili ka agjëruar, një njeri i cili ka shku në haxh dhe i ka bërë vepra tjera, i ka kryer obligime tjera fetare. Mirë po, e ka gënjit dikan, ose i ka bërë padrejtësi dikujt, ose kjo nuk ka të bëjë mes tij dhe një muslimani, por mes tij dhe një njeriu, një qenje njerëzore, pa dallim feja e tij. Nëse ati i ka bërë padrejt, ose e ka gënjë, ose nuk është treguar i realt në lidhjen e tij, domethënë njerëzore, ai nuk do të futet në xhennet për besimtarin i cili ka fal namazin. Nuk do të futet në xhennet përderisa të bëhet shpagimi. Domethënë nuk duhet ta cungojmë besimin ton dhe ta kuptojmë se feja jonë është vetëm ajo lidhja jonë mes neve dhe Zotit. Por feja jonë është një sistem domethënë që e rregullon jetën tonë në aspektin moral mes neve dhe Zotit dhe mes neve edhe njerëzve tjerë. Prandaj shpeshherë është përmendur domethënë se në vendin tonë Islami është përhap në aspektin moral. Kur tregtarët domethënë musliman kanë ardhur domethënë, edhe njerëzit që kanë qenë këtu nga besnikëria që e kanë pa te muslimanët e kanë pranuar Islamin. Domethënë ashtu sikur se ka thënë Hasan el-Basriu, vepra e një personi ndikon më shumë se sa fjala e 1000 personave. Kjo neve na mungon. Vepra morale në emër të moralit, sikur një hoxhe, sikur një politikan, sikur një tregtar, nëse reflektojmë në moral, besoj dhe mendoj se do t'i arrim qëllimin që në mesin tonë domethënë të mbisundon dhe të ndryshohet kjo atmosferë e zymë dhe ertë. Ke përmendur diçka në mënyrë të natyrshme do bëhet një kalim midis kësaj të fundit, pranimit të Islamit nga populli ynë, tek Hoxh Bekiri, se besoj i ka shumë për zemër këto tematika, që shpjegojnë në thonjza ca mistere të së kaluarës. Dihet që ka një narrativ të disa segmenteve të caktuara, as pak dashamirëse, që pranimin e Islamit nga popullsia shqiptare tentojnë ta shpjegojnë me disa rrethana, me disa aspekte të cilat çojnë
drejt shpotitjes, drejt vullosjes së një cilësie negative të këtij populli, si mu ta themi. Mirë po, ashtu si që shpjeguar ju, që Islami është moral, nga këta njerëz ju përfaqësua, a pati një lidhje të shkurtër të elementeve pikërisht moral edhe të popullsisë që ka qenë ndjeshme ndaj moralit. A mund të shpjegohet pikërisht përqafimi, mund të zbërthehet ky monster vetëm në aspektin moral dhe asnjë aspekt tjetër? Mo drejtësia dhe pa drejtësia kanë qenë elementi vendimtar që shqiptarët në shumicë bëhen musliman. Tregon Thomas Arnoldi në Historia e përhapjes së Islamit, është një historian dhe orientalist jo musliman, mirë po është objektiv studimin. Kur flet për përhapjen e Islamit tek shqiptarët konkretisht dhe në Ballkan, e përmend më padrejtësinë që kanë përjetuar populli shqiptar nga qartjet caktuar në atë kohë. Ajo ka bërë diferencë. Ka qenë shkaku kryesor që ata kur kanë lexuar ofertën e Islamit, drejtësia, kur e përmendi Hoxha i nderuar Bedriu, është thelbi, është strumbullari i vlerave morale islame, ata me shumicë bën musliman. Tjetra domethënë që ofrohet si alternativë se Islami është imponu shqiptarëve dhunshëm, është interesat, kjo është shtesa e interesave, po. Interesat fisnore, domethënë interesat e pasurive kështu më radh, është paradoksale, sepse në njërin anë ne krenohemi se jemi krenar, jemi pa tundosur, jemi domethënë të palëkundur qëllimet tona, këndej për interesa shumë meskine, e pas kemi ndruar domethënë religionin që është një gjë e shtrenjtë edhe e shenjtë, gjithashtu. Andaj, jo, asgjë për asaj nuk mund të jetë e vërtet nëse flasin për një popull i cili është trim, është luftarak, është rezistent ndaj presioneve, nuk e ka përqefi as pak domethënë shtypjen, rebelohet më njëherë në momente të tilla, atë s'mund të jetë pranimi i Islamit dhunshëm, sepse ku janë këto vlerat shqiptare në atë kohë, atë nuk do ishin evidente. Nuk është e saktë që tregojnë faktet historike, është më kjo domethënë, sepse është ofruar një tërësi vlerash që ata kanë pas shpëtimin e tyre. Edhe realisht kështu ka ndodhur. Kjo tregon edhe inteligjencën e shqiptarëve. Realisht një kohë kur fetë kanë dominuar dhe ata kanë përcaktuar identitete, do të shkrirja e një kombit, e një popullit, se pa u shndruar në komb, në popull tjerë ka qenë domethënë evidente në Ballkan. Edhe shqiptarët me inteligjencën e shquar që e kanë, që nga të kaluan deri më sot, e kanë vërejtë se ju duhet një sistem mbrojtës. Edhe normalisht kur kanë ardhur në kontakt me Islamin, e kanë pasur se tërësia dhe vlerave që ofron Islami mund të jetë një element shumë përcaktues identitar, i cili mund ta mbron nga tretja dhe shkria në popull të tjerë ballkanas. Dhe jo rastisht na jemi sot dëshmitar ku të gjithë ata shqiptarë që janë bërë musliman kanë mbetë shqiptar. As arab s'janë bërë, as turq s'janë bërë. Mirë po të tjerët që s'kanë qenë domethënë që s'janë bërë musliman, ne kemi dëshmi aktuale, domethënë e kemi gjithë bregun e Adriatikut që ka qenë domethënë me shqiptar që sot nuk ka atje shqiptar, edhe kemi shumë vende në Maqedoni edhe në Kosovë që s'kanë qenë domethënë s'janë bërë musliman, kanë qenë fe tjetër dhe sot nuk identifikohen si shqiptar. Kjo është argumenti shumë i qartë, shumë i dukshëm, shumë i plagshëm se Islami si element përcaktues identitar të shqiptarët i ka mbrojtur ata nga asimilimi edhe tjetra. Do të shtoj një element shumë bukur që përmendi mes modelit edhe ndikimit edukativ shoqëri. E përmendi Omerin si pushtetar i muslimanëve, i cili pushonte në hijet një pemës pa sigurim personal. Muki Omer ishte ai modeli i shoqërisë së tij, kur një nanë duke folë me vajzën e vet për ta tholluar qumshtin me ujë, për ta përzier me ujë, që t'i bëhen më shumë litë për ta shit, i thot fëmia vajza, i thot oj non, do thot nuk e lejon Omeri një gjë tillë. I thot nona, po nuk na shef Omeri, tash e bëjmë fshehura në shtëpi, po thot na shef Zoti Omerit. Ky është morali shoqëror, që ka themeluar modeli. Se ai njeri i drejt, i cili domethënë se ishte porosia gjykove drejt, andaj flen rahat. Edhe kjo është porosi për çdo pushtetar. Je i drejt, mos ki problem, mos ki frikë, s'ki nevojë domethënë të kesh shumë njerëz për siguri, se fundit njeriu jeton as sa ka caktuar Zoti. Drejtësia e tij ka më mbrojt. Edhe drejtësia e tij ka më bë dashur të njerëzit. Edhe drejtësia ka më bë model. Andaj ajo fëmia në shtëpinë e vet u bë shembull edhe për nënën e vet, se tha nëse nuk na shef neve Omeri, na shef Zoti. I Omerit edhe kështu përhapet do thot morali shoqëror, shoqërinë që na e synojmë.
edhe që na dëshirojmë që populli jonë të ketë shoqëri, që të jetojmë neve gjithë me dashuri mes nesh, edhe me respekt edhe nderime reciproke, sepse secili kujdesemi që mos t'i him në rhak që themi në gjuhën tonë popullore tjetrit. Po t'jemi të gjithë kujdeshëm për obligimet ndaj tjetrit, para se t'jemi të kujdeshëm për të fituar drejtat tona. Bukur. Edhe diçka tjetër Bedri, ato që desha të theksoj, pra duke ju referuar aspektit specifik të një shoqërie si ajo maqedonase, ku ka dhe shqiptarë dhe maqedonasë që bashkëjetojnë me njëri tjetrin. Dhe është një moment që s'është ndryshe ta jetosh besimin në një shoqëri tjetër kur nuk janë kaq të dallueshme diferencat etnike, ndryshe është kjo shoqëri dhe sprova bëhet më e madhe për besimtarin se si do ta menaxhoj atë prirjen e natyrshme për superioritet ndaj tjetrit, aq më tepër kur nuk i ka pas marrëdhënie të aq grur, me çfarë dije du t'i qaset muslimani pra shoqërisë tjetër etnikisht të ndryshme, fetarisht të ndryshme, sepse unë për shembull kam dëgjuar disa prirje ose disa mënyra të menduarit që ta bëj këtë gjë për inat atij, kur bëhet fjalë për musliman, si duhet t'i qaset? T'jetë modeli, t'jetë shërbyesi më i mirë, apo t'jetë ai që mat muskujt, që futet në garë për... Sepse për shembull, të gëzon fakti që një ekip futbolli me shqiptar do ta mund një ekip maqedonas, është ndër gjërat e rëndomta. Por kur vjen fjala për mënyra të jetuarit, a duhet të ekzistojë kjo ego në një farë mënyrë e bukur, pozitive, për qenë ti prioritar në kuptimin moral fjalës, por që edhe ai të përfiton. Ajo që u përmendet kalumen se edhe sot her pas here përmendet nga komuniteti maqedonos fjalën besa e shqiptarit, duke ditë se pjesa dërmuese e shqiptarëve kanë qenë musliman. Atë që e themi dhe gjithmonë do ta potencojmë, koncepti i shëndosh dhe komplet i besimit të bën që njeriu ta shikosh me ndjenja njerëzore. Pa dallim feje dhe pa dallim komuniteti, pa dallim race dhe ngjyre. Prandaj na gjithmonë thirremi në atë parollën e Islamit se Islami është ta ndihmojmë njëri tjetrin në të mirë dhe ta ndalojmë njëri tjetrin nga e keqja. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ndihmoni njëri tjetrin, nuk ka përmend një komunitet të caktuar. Nuk na referohet ky ajet kuranor vetëm të jemi bëmirës dhe dobiprues vetëm për musliman, po të jemi bëmirës ndaj gjithë njerëzimit, pa dallim feje dhe pa dallim race. Ajo që ja vlen të theksohet në këtë kontekst është hadithi i pejgamberit alayhis salam kur erdhi një njeri e pyeti pejgamberin alayhis salam, e pyeti për një punë shumë të madhe që me të cilën vepër arrihet dashuria e Zotit. I tha, ja Rasulullah, men ahabbu nasi ila Allah, kush është njeriu më i dashur tek Allahu i lartë madhruar. Tash njeriu kur e ndëgjon këtë hadith, ndoshta do ta pret përgjigjen se duhet falet shumë ose duhet agjeron shumë ose duhet bën kështu ose ashtu. Pejgamberi alayhis salam me fjalë të shkurtra, mirë po ishin universale, për të kuptuar shumë më shumë se sa ajo që e ndëgjojmë dhe e lexojmë. Tha pejgamberi alayhis salam, ahabbu nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. Dijeni se njeriu më i dashur, njeriu më i afër, njeriu i cili ka arritë pjekurinë e imazhit të tij si musliman, është ai njeri i cili domethënë është i dobishëm për mbar njerëzimin. Domethënë pa dallim feje dhe pa dallim race. Kjo është ndihma është shumë llojshme pastaj. Tash ndihma është shumë lloj, domethënë mund të jetë si credo bazë dhe pastaj ndihmën mund ta japësh në shumë forma. Mirë, mbaruan minutat e këtij emisioni që do donim të ishim akoma dhe më të shumta, sepse edhe tema ka qenë mjaft interesante dhe me një efekt për të kapur tema, sepse vërtet në çështje të tilla sot që janë të mpreta, si krizat e moralit dhe nevoja për një moral, besoj që çdo kush e ndjen veten për të thënë diçka dhe për të dhënë një kontribut në këtë aspekt. Kështu që unë ju falenderoj, i nderuar. Unë mendoj se shumë është rëndësishme para se të flasim, duhet gjithë secili prej nesh të fillon domosdoshmë të bën korrigjimet e veta dhe t'i ofron shoqërisë me aq sa mundet një model me vlera morale, domosdoshmë paraforcisht themi kushtimisht të përkryera. Sepse në momentin kur të fillojmë të prodhojmë modele, edhe pse të jenë të pakta, ato dal nga do të krijojnë hapësirën e vet dhe do të bëhen pastaj
shembulltyr që do ndiqen për tjerë. Faleminderit Bekir Alimit, faleminderit Bedri Lika për sqarimet tuaja. Bashkë miru takofshim në emisionet tjera.